Mirdita nxënës të klasëve të gjashta, sot do zhvillojmë një njësi të re mësimore nga lënda e gjeografisë, pak më ndryshe se mësimi që zhvillohet nëpër shkolla, por gjatë këtyre 15 minutave do të mundohemi të ju sqarojmë njësinë e re mësimore. Njësia e re mësimore pra është vazhdimi i mësimeve ku kemi ngelur ka të bëjmë me hidrosferën ose mbështjellësin ujor të tokës. Rezultatet e fushës për shkallën që synohet të realizohen janë nxënësja duhet të përshkruan kuptimin e termit hidrosferë, të demonstron kuptimin e koncepteve për oqeanet dhe detrat, të lokalizon në hartë oqeanet dhe tipat e detrave dhe rëndindryshimet mes tyre, të përshkruan se çka është ishull, gadishull, gjire, ngushtica, kanale. Mbështetja teknike duhet të keni hartën e botës, globin toksor, fletore laps dhe libri klasës 6 nga faqja 90 deri faqja 93. Hartën e botës dhe globin toksor mund të shfrytëzoni në internet ku mund të hapni në një faqe hartën e botës dhe globin toksor dhe njëkohësisht të gjatë zhvillimit të mësimit të pauzoni të nxjerrni faqen ku është harta, të lokalizoni atë çka kërkohet dhe përsëri të ktheheni te mësimi dhe të vazhdoni me njësinë mësimore. Mbështjellësi ujor i tokës, pra hidrosfera. Kemi thënë se toka i ka disa mbështjellës, disa sfera, mbështjellësin e gurtë, litosferën për cilën kemi folë në kapitullin e kaluar, mbështjellësi ujor ose hidrosfera, do flasim gjatë këtij kapitulli, mbështjellësi ajror, atmosfera dhe mbështjellësin e botës bimore, biosferën do ta marrim në të ardhmen. Hidrosfera përfshin gjitha ujërat e lira në pjesën sipërfaqësore të tokës. Me studimin e hidrosferës, proceseve dhe dukurive në te merret hidrologjia, greqisht hidor ujë dhe logos shkencë. Deti botror. Nga sipërfaqja e tërësishme e tokës, e cila është shpesh në 10 milion kilometër katror, sipërfaqet ujore ose oqeani botror përfshin 361 milion kilometër katror, ose 2/3 janë ujë, ndërsa 1/3 është tokë, ose 71% e sipërfaqes së tokës është ujë. Nga sipërfaqet e përgjithshme ujore, në hemisferën veriore shtrihen 155 milion kilometër katror, ose 61%. Pra, hemisfera veriore 60% e ka ujë, ndërsa 40% është tokë. Kurse në hemisferën jugore, e cila ndryshe njihet edhe si hemisfera ujore, 206 milion kilometër katror ose 81% të hemisferës zgjedhëse dhe thotë është ujë, ndërsa pjesa tjetër 80% është ujë, ndërsa 20% është tokë. Pra, hemisfera jugore njihet edhe si hemisfera ujore. Oqeani botror, si tërësi e përbashkët ujore, në bazë të karakteristikave të caktuara ndahet në oqeane, dete, gjire, ngushtica, detare, kanale. Oqeanet janë sipërfaqe më të mëdha ujore në tokë, më shpesh të kufizuara apo të ndara me kontinente. Është përvetësuar ndarja e oqeanit botror në oqeani paqësor ose oqeani pacifik, ose oqeani i qetë, oqeani atlantik, oqeani indian dhe oqeani i ngrirë i veriut. Oqeani atlantik shtrihet këtë pjesë, oqeani paqësor shtrihet këtë pjesë, oqeani indian edhe oqeani i ngrirë i veriut. Nëse e keni hartën e botës përpara, mund të lokalizoni se ku shtrihen oqeanet e tokës. Pamje nga oqeani paqësor, pamje nga oqeani atlantik, pamje nga oqeani indian dhe pamje nga oqeani i ngrirë i veriut. Oqeani paqësor, pra shtrihet në brigjet perëndimore të kontinentit të Amerikës së Veriut dhe Amerikës së Jugut, në brigjet veriore të kontinentit të Antarktikut dhe në brigjet lindore të kontinentit të Australisë
dhe kontinentit të Azisë. Këta janë kufit e Oqeanit Paqësor. Oqeani Atlantik shtrihet në brigjet perëndimore të Evropës dhe Afrikës, në brigjet lindore të Amerikës Veriore dhe Amerikës Jugore dhe brigjet veriore të kontinentit të Antarktikut. Oqeani Indian shtrihet ndërmjet brigjeve lindore të Afrikës, brigjet jugore të Azisë, brigjet perëndimore të Australisë dhe brigjet veriore të Antarktikut, ndërsa Oqeani i Ngrirë i Veriut shtrihet në brigjet veriore të Azisë, Evropës dhe Amerikës së Veriut. Këta janë kufit në mes oqeaneve dhe kontinenteve në tokë. Oqeani Paqësor është oqeani më i madh në tokë, sipërfaqen e ka 180 milion kilometër katror, përfshin 50% nga oqeani botror. Thellësinë maksimale e ka më të madhe se krejt oqeanet, 11.034 metra. Është thellësia më e madhe te ujdesat e Marianit afër Filipineve, në Azinë Juglindore, dhe afër shtetit të Filipinëve ose të Japonisë shtrihet thellësia më e madhe në tokë, e cila shtrihet në ujdesat e Marianit me thellësi prej 11.034 metra. I diti oqean sipas madhësisë është Oqeani Atlantik, i cili ka sipërfaqe prej 93 milion kilometër katror, përfshin 25% nga përqindja e oqeanit botror. Oqeani Indian ka sipërfaqe prej 75 milion kilometër katror, ose 21% nga përqindja e oqeanit botror, dhe Oqeani i Ngrirë i Veriut është oqeani më i vogël, i cili ka një sipërfaqe prej 13 milion kilometër katror, ose 4% nga sipërfaqja e përgjithshme të oqeanit botror. Detet kryesisht janë pjesë periferike të oqeanit, me sipërfaqe më të vogël se oqeani. Sipas të dhënave të Byros Ndërkombëtare Hidrologjike, në oqeanin botror shtrihen 54 dete, edhe pse këto të dhëna mund të ndryshojnë, dikun të hasni në numër më të madh të deteve, por ne do të bazohena sipas të dhënave të Byros Ndërkombëtare Hidrologjike. Sipas vendpozitës, detrat mund të ndahen në 3 lloje, 3 tipa. Detet skajore janë të shtrirë për skaj ndonjë oqeani. I tillë është deti i Veriut, deti Karaib, deti Barents, deti Japones, deti Arab e tjerë. Detet mesdhetare janë në brendi të kufizuar me tokë dhe vetëm një pjesë lidhet me ndonjë sipërfaqe tjetër ujore nëpër ngushticë detare. I tillë është deti Mesdhe, deti i Kuq, deti Azov, deti Baltik e tjerë. Dhe ndarja e fundit e detrave janë detet ndërishullore, janë të rrethuar prej 2 apo më shumë ishujve. Të tillë janë deti Sulaves, deti Banda, deti Sulu e tjerë. Harta e botës, e cila i përfshin detrat të cilët shtrihen në tokë. Deti i Veriut shtrihet në këtë pjesë, deti Mesdhe, në këtë pjesë, deti Arab, deti i Kuq, deti Karaib, e kështu me radhë, detrat thamë që janë 54 ose më shumë, por ne do të rrim në të dhënat e 54 detrave që shtrihen në tokë. Deti Mesdhe, shtrihet, është i rrethuar me tokë nga të gjitha, nga 3 anët, dhe nëpërmjet ngushticës së Gibraltarit ka lidhje me Oqeanin Atlantik, ndërsa me ngushticën e Dardaneleve lidhet me detin Marmara. Shtrihen ndërmjet kontinentit të Evropës, kontinentit të Afrikës dhe kontinentit të Azisë. Gjithashtu ka lidhje me detin e Kuq nëpërmjet kanalit të Suezit, i cili
është kanali ndërtuar nga dora e njeriut, cili ndanë domethënë kontinentin e Afrikës nga kontinenti i Azisë. Ngushtica e Gibraltarit, e cila e lidh detin Mesdhe me Oqeanin Atlantik, ngushtica e Dardaneleve, e cila e lidh detin Mesdhe me detin Marmara, dhe kanali i Suezit, i cili lidh domethënë detin Mesdhe me detin e Kuq. Deti i Veriut shtrihet në brigjet perëndimore të Evropës perëndimore dhe Evropës veriore, do thotë në brigjet e Norvegjisë, Danimarkës, Gjermanisë, Holandës, Mbretërisë së Bashkuar, do thotë është det skajor. Dhe deti ndërishullor është deti Banda, i cili shtrihet ndërmjet ishujve Seram, Buru, Sulawesi dhe Timor. Është det i cili bën pjesë në grupin e detrave ndërishullor. Bregu dhe vija bregdetare. Vija në të cilën preken toka dhe deti quhet vijë bregdetare. Ndërsa brezi i hollit tokës për kësaj bregu të detit quhet bregdet. Ekzistojnë edhe forma të tjera reljevore ndërmjet kontinenteve dhe oqeaneve, të tilla janë ishujt, gadishujt, gjiret, ngushticat e qerë. Njeriu, për të shkurtuar rrugët detare, ka ndërtuar kanale. Kanalet më të mëdha, më të njohura janë, do thotë, kanali i Suezit dhe kanali i Panamas. Vija bregdetare edhe bregdeti. Ishulli, thotë, është sipërfaqe toksore e rrethuar nga të gjitha anët me ujë. Gadishulli është 3 anë është i rrethuar me ujë, ndërsa në njërin anë është i lidhur me tokë, konkretisht bëhet fjalë për gadishullin Apenin ose gadishullin e Italisë, ndërsa ishujt janë ishulli i Sicilisë, i cili në gjithë anët është i rrethuar me ujë, ishulli i Korzikës, ishulli i Sardenjës. Gjiret janë e kundërta e gadishujve, pra në 3 anë është i rrethuar me tokë, ndërsa në njërin anë është i lidhur me det. Bëhet fjalë për gjirin e Meksikës, i cili shtrihet në midis Amerikës veriore dhe Amerikës jugore dhe është i lidhur me Oqeanin Atlantik. Kanali i Suezit është kanali ndërtuar nga dora e njeriut dhe kanali i Panamës, i cili shkurton rrugën prej New Yorkit për në San Francisco, për nëse do duhej të kalohet gjithë kjo rrugë, ndërsa me hapjen e kanalit të Panamës kjo rrugë është shkurtuar, thotë gati se 3 herë më shkurt është. 22 marsi kremtohet si dita ndërkombëtare e ujit, e cila ditë korespondon me kohën, do thotë, që gjendemi sot, do thotë pa ujë s'ka jetë dhe të mundohemi të ruajmë ujin sa më shumë. Detira, thotë, është mirë që t'i shënoni, që pastaj kur kthehemi në mësim normal, thotë të i kontrollojmë ose të shohim se sa keni mbarë me. Thotë, emërtoj oqeanit sipas madhësisë. Në hartë, për secilin oqean gjej nga së paku 2 detra. Dhe ndërmjet cilëve kontinente gjendet kanali i Panamës dhe kanali i Suezit. Ose pa çka ndajnë këto kanale, cilët kontinente ndajnë, dhe pse komunikacioni i cili realizohet në detra dhe oqeane gjen përdorim të madh në botë. Është mirë të shënoni në fletore që t'i keni si tona, dhe kur të vazhdojmë mësimin, do t'i kemi për t'i përsëritur. Me kaq njësia mësimore përfundoi, besoj se ishe i qartë, të shpresojmë që sa më shpejt të kthehemi në mësim që të mund të zhvillojmë mësim normal. Ditën e mirë, faleminderit.